Nëse po e shikon këtë video, nuk është rastësi. Diçka po ndodh në jetën tënde, edhe nëse nuk e kupton ende. Një ndryshim i madh po afrohet, një derë po hapet, një mrekulli po përgatitet për ty. Por për ta parë dhe përjetuar, duhet të jesh i pranishëm. Duhet të kushtosh disa minuta të jetës tënde për këtë mesazh. Qëndro deri në fund, sepse brenda kësaj videoje do të zbulojmë 7 shenja që po ndryshojnë rrjedhën e jetës tënde. Çdo shenjë është një thirrje për besim dhe veprim. Nëse ndjen që ky mesazh është për ty, përgatitu të shohësh çfarë Zoti po vepron tani. Në fillim, gjithçka duket e heshtur. Dyer që nuk hapen, mundësi që zhduken. Në dukje, bllokime dhe vonesa pa kuptim. Por pas çdo heshtjeje, fshihet një energji që po vepron. Çdo pengesë është përgatitje. Çdo pritje ka një qëllim. Zoti po riorganizon gjithçka në heshtje. Ai po hap rrugën për atë që nuk mund ta imagjinosh ende. Nëse ndjen ndonjë gjë të pazakont, qoftë një intuit apo një ndjesi brenda vetes, kjo është shenja e parë që po të afron drejt mrekullisë tënde. Ndërsa ndjek rrugën tënde, ndjen shenja të vogla, por të qarta. Një rastësi që duket e thjeshtë, por që tërheq vëmendjen tënde. Një person, një fjali, një moment që duket i vogël, por ka kuptim të madh. Këto nuk janë thjesht rastësi. Zoti po përdor gjithçka rreth teje për të udhëhequr drejt hapave të mëdhenj. Çdo detaj që duket i vogël është pjesë e rrugës së mrekullisë tënde. Nëse e kushton vëmendje, mund të dallosh këtë shenjë të dytë që po të afron drejt asaj që ka planifikuar për ty. Papritmas ndjen një energji të re që rrotullohet rreth teje, një ndjesi që gjërat po ndryshojnë edhe nëse nuk i sheh menjëherë. Takime të rastësishme që kanë kuptim, situata që ndryshojnë pa paralajmërim. Çdo lëvizje e vogël është pjesë e përgatitjes për hapin e madh që po vjen. Kjo është shenja e tretë. Gjithçka po fillon të lëviz në favorin tënd, dhe universi po të drejton drejt asaj që Zoti ka planifikuar për ty. Ndërsa lëviz drejt rrugës që po hapet përpara, papritmas ndjen presion. Situata që dukeshin të thjeshta fillojnë të bëhen sfiduese. Detyre që nuk duken të rëndësishme marrin pesh dhe përgjegjësitë rriten papritmas. Por këto nuk janë pengesa për të ndaluar. Ato janë provime të fshehta që Zoti përdor për të forcuar. Çdo sfidë, çdo moment i vështirë është një mundësi për të zhvilluar karakterin dhe përgatitur shpirtin për atë që po vjen. Në këtë kohë, ndjen intuitën që të udhëheq. Zakonisht, do të ishe i friksuar ose i dyshueshëm, por diçka brenda teje të thotë: ec përpara, kjo është pjesë e rrugës sënde. Kjo është shenja e katërt. Energjia që ndjej në sfida nuk është rastësi, është përgatitja për mrekullinë. Nëse e vëzhgon me kujdes, çdo vështirësi është një pjesë e planit të madh, dhe çdo hap që merr, edhe pse i vështirë, po të afrohet drejt asaj që Zoti ka planifikuar për jetën tënde. Besimi dhe durimi janë qelsi. Ndiqi këtë rrugë dhe do të shohësh se çdo pengesë është vetëm një urë drejt mrekullisë. Ndërsa ecën përpara, ndjen shenja më të qarta që gjithçka po ndryshon. Takimet e rastësishme që dukeshin të parëndësishme tani kanë kuptim. Mesazhe të fshehta, shenja brenda ditës, intuita që nuk mund të injorosh, gjithçka tregon drejt rrugës së duhur. Kjo është shenja e pestë. Universi po të drejton hap pas hapi. Çdo ndodhi, çdo fjali, çdo vendim që merr, ka një kuptim më të thellë se sa duket. Zoti po përdor çdo moment të jetës tënde për të përgatitur për hapin e madh që po vjen. Mos nënvlerëso detajet e vogla. Një buzëqeshje, një takim i papritur, një ndjesi e papërshkrueshme brenda vetes, këto janë sinjale që nuk mund të injorohen. Besimi dhe durimi po shpërblehen. Nëse i kushton vëmendje shenjave, do të dallosh rrjedhën që Zoti po krijon. Shenja e pestë është si një dritë që ndizet në errësirë, një paralajmërim se mrekullia është shumë afër. Tani ndjen energjinë që rritet brenda dhe rreth teje. Çdo gjest, çdo frym, duket sikur është më e rëndësishme se më parë. Ngjyrat, drita, ndjenjat, gjithçka duket sikur po lëviz me ritëm të ri, duke të tërhequr drejt asaj që është e drejtë për ty. Takimet të rastësishme bëhen udhërhyes, fjalë të thjeshta shndrohen në paralajmërime
dhe çdo veprim i vogël ka ndikim të madh. Zoti po vendos çdo gjë në vendin e duhur. Çdo sfidë e kaluar, çdo vendim i guximshëm, çdo lutje e sinqert po të afron drejt hapjes së derës për mrekullinë tënde. Kjo është shenja e 6. Energjia që ndjen nuk është rastësi. Është paralajmërim se diçka e madhe po afrohet dhe çdo hap që bën tani ka rëndësi të jashtëzakonshme. Ndiq energjinë, besimi yt është çelësi dhe çdo ndjesi e thellë që ndjen është një tregues se je në rrugën e duhur. Ndërsa vazhdon rrugën, shenjat bëhen më të qarta. Çdo detaj i vogël që më parë mund të kishe injoruar, tani të duket i paharueshëm. Një buzëqeshje e papritur, një fjalë thjesht që hyn në zemrën tënde, një rastësi që ndodh në momentin e duhur. Gjithçka ka kuptim. Zoti po flet në mënyra që nuk mund t'i injorosh. Universi po rregullon gjithçka në vendin e duhur për ty, duke të udhëhequr drejt hapave të mëdhenj. Çdo veprim i vogël ka rëndësi të madhe. Çdo ndjesi e thellë është paralajmërim që po afrohet mrekullia. Kjo është shenja e 7. Çdo gjë që ndjen dhe sheh është pjesë e planit të madh. Mos e nënvlerëso fuqinë e sinjaleve të vogla. Çdo moment është një pjesë e rrugës drejt asaj që Zoti ka përgatitur për jetën tënde. Besimi, vëmendja dhe durimi janë çelësat që të lejojnë të dallosh këtë rrjedhë të jashtëzakonshme. Ndërsa afrohesh më pranë momentit të madh, ndjen çdo gjë të lëviz më shpejt dhe më fuqishëm rreth teje. Ngjyrat ndizen më fort, çdo dritë neon duket sikur tërheq shpirtin tënd drejt hapësirës së pashpjegueshme. Një ndjesi e papërshkrueshme e pritjes së diçkaje të madhe mbush çdo frymë. Çdo gjest, çdo hap, çdo vendim që ke marrë ka sjell energjinë e duhur në këtë pikë. Universi është në lëvizje të plotë, duke rregulluar çdo detaj, çdo mundësi që të çon drejt asaj që Zoti ka planifikuar për ty. Kjo është shenja e 8. Energjia është e padiskutueshme dhe po të drejton drejt mrekullisë. Nëse ndjen emocion, tension dhe shpresë brenda teje, kjo nuk është rastësi, është paralajmërimi që dera është gati të hapet. Tani çdo hap, çdo frymë, çdo ndjesi e thellë ka kuptim dhe po të përgatit për hapin e madh që po vjen. Tani çdo gjë është gati. Energjia që ndjeje tashmë po shpërthen në dritë dhe ngjyra. Një derë e madhe, e ndritshme, po hapet para teje. Një ndjesi e fuqishme shpirti që të thotë, është koha të përjetosh mrekullinë. Çdo sfidë që ke kaluar, çdo moment i vështirë, çdo pritje ka qenë pjesë e këtij çasti. Zoti ka punuar në heshtje, duke vendosur gjithçka në vendin e duhur. Tani rruga është e hapur dhe mundësia për ndryshim është e prekshme. Kjo është shenja e 9. Derë e hapur dhe mundësi që nuk mund të injorohen. Nëse ndjen emocion, drithërim dhe shpresë, kjo është shenja që po përgatit për atë që është më e madhe se çdo gjë që ke përjetuar më parë. Mrekullia është shumë afër. Çdo hap që bën tani të çon drejt asaj që Zoti ka planifikuar për jetën tënde. Në këtë çast, gjithçka që ke besuar dhe duruar po kthehet në realitet. Dera është plotësisht hapur. Një dritë e fuqishme dhe ngjyra të ndritshme përshkojnë çdo cep të shpirtit tënd. Gjithçka që ke pritur, çdo sfidë që ke përballuar, çdo lutje që ke bërë, tani po shpërblehet. Kjo është shenja e 10. Mrekullia po ndodh para syve të tu. Universi dhe energjia e Zotit po punojnë në mënyrë të dukshme dhe të prekshme për jetën tënde. Çdo hap që bën tani është pjesë e transformimit të madh. Çdo frymë është një kujtesë se ti je i zgjedhuri për këtë çast të veçantë. Mos harro këtë moment. Shiko me vëmendje, ndiej emocionet dhe lejo që ndryshimi të hyjë plotësisht në jetën tënde. Besimi yt, durimi yt dhe çdo shenjë që ke dalluar gjatë rrugës, tani të sjellin përpara një realitet të ri. Thirrja për veprim. Shkruaj në koment. Jam gati për mrekullinë time. Shpërndaje këtë video me dikë që duhet ta shohë këtë mesazh dhe lejoni që energjia e Zotit të punojë në jetën e tyre.